procesi prej mëngjesit në Pogradec, si ka shkuar deri tani, a ka pasur problematikat e evidentuara? Procesi ka nisur në orët e para të mëngjesit, deri tani ka shkuar përgjithsisht i qetë, me problematika të vogla, të cilat lidhen kryesisht me mungesën e ndonjë emri në listë për shkak të mungesës së rinovimit nga disa nga anëtarët e tesarave të anëtarësisë, por problematika të vogla të cilat nuk prishin, besoj, atmosferën e qetë që ka karakterizuar deri tani procesin dhe një pjesëmarrje të konsiderueshme për një ditë pushimi në një fundjavë të gjatë. Në fakt, shohim që janë rreth 250 votues aktualisht në zgjedhjet për primaret, kanë qenë më tepër paktën marrëzi. Si e lexoni këtë ulje të pjesëmarrjes? Unë besoj që do duhet ta vlerësojmë pjesëmarrjen deri në fund, pra deri në orën 17 në cilin mbyllet procesi. Kemi besim që do të rritet pjesëmarrja. Besoj që gara në cilin dy kandidatët janë dy personalitete të rëndësishme të Partisë Demokratike, ka patur interes jo vetëm për të mbështetur këto dy figura, por edhe për të shprehur demokratët atë vullnetin që çdo lloj problematike ose çdo lloj ndasie që mund të ketë patur kjo deg dhe deg tjera të Partisë Demokratike të i kalojnë tani nëpërmjet një procesi të drejtë dhe transparent. Kështu që jemi besim plot që do të ketë një pjesëmarrje të krahasueshme me atë të primareve. Ka një vendim për bashkitë të tjera se ku do të mbahen zgjedhjet për kryetar? Atëherë, ditën e sotme përfundon procesi jo vetëm në Pogradec, por në gjitha degët e Partisë Demokratike, në cilën kryetarët, le të themi, ishin të komanduar për shkak të dorëheqjes kryetarëve për proceset e mëparshme të primareve dhe të kandidimit për zgjedhjet e përgjithshme. Ditën e hënë është paralajmëruar një mbledhje kryesie e Partisë Demokratike, në cilin do të merret vendimi për fillimin e procesit sipas statutit në të gjithë degët e tjera të Partisë Demokratike, pra përfundimin e natyrshëm të mandatit në të gjithë degët dhe procesi i cili besoj që do të përfundojë deri në fund të muajit prill. Faleminderit juve.